Çfarë bën kohën e lirë ti Donald? Unë s'kam kohë të lirë. Si s'ke kohë të lirë? Po s'kam, se jam shumë i zënë. Po ti provat në darkë kjo? Po, para dite mund të bëjmë një provë tjetër. Aha. Na kap shfaqja. Provat e mbaruam në këtë shfaqjen që kishim. Kam filluar provat për shfaqjen e re. S'bën. Më thon s'bën asgjë në kohën tënde të lirë. Shumicën e kohës flegjum, vdes të flegjum. E kam shumë kështu. Je njëri mëngjesi apo? Shiko, nuk është se kam punë në mëngjes, po kur kam punë në mëngjes çohem. Okej. Domethënë arrit të çohem, nuk është se e çoj zilën një 7 herë kështu e mbyll ose vonohem për të shkuar diku. Jo. Çohem. E kjo është shenjë korrektësie, gjë shumë e mirë. Për korrektësi jam vdestim korrekt. Shkoj gjithmonë përpara. Shkoj përpara kohë gjithmonë në vendet e caktuara, se këto në takimet që lë. Edhe kur vonoj njerëzit e kam shumë problem. Nuk më pëlqen të rri kështu dhe të pres dikë që do vi. Po për shkakun po të jetë një gocë ajo që Po hajde, aty do bëjmë një lëshim. Sa do e presësh? Po kam dhënë prova që kam pritur, nuk është se s'kam pritur. Po sa ka qenë koha më e gjatë që ke pritur? Po gjysore. Gjysore. Pak është? Po tash një orë, kam përshtypjen që një orë ajo s'do vi. Një orë ajo mund të jetë akoma duke kryer flok. Po, si është ajo rrena që po vesh atletët ndërkohë jenë krevat akoma. Ti e gon sa kohë ke pritur për një. Kam pritur. Edhe më shumë se gjysmore kam pritur. Ndoshta një orë. Po ti Viola i ke lënë ndoshta një orë gjysmë. Sa i ke lënë djem të presin? Jam shumë korrekt. I ke lënë të presin apo jo? Jo, jam njëri shumë korrekt. Po, e kam inat vënesa gjithashtu. Po mirë, shumë. Jemi mësuar në zion. Pas kanë fat ata çuna, domethënë. Në zion të babin pikë mëngjesit, e kupton, nuk kam si të jem ndryshe. Madje jepte atë sinjalin që dikur përdorin në ushtri. Ka panoni. Unë kam pasur me këtë kur më thonte emrin. Më thënë qofse thuaj emrin Donaldi, ajo ishte kështu në tru të bënte ajo emri. E urrej emrin tënd në atë moment, nuk e di, ka qenë bë. Zgjim kështu. Tani nuk është më problem, tani na zgjon telefoni. Po, tani jemi mësuar, kemi këtë shokun e ri këtu. Shokun e krevatit. O çfarë bezdie, nuk e di, ai alarmi kur bie është i tmeshëm ose sidomos për ty. E di çfarë më ndodh mua? Tjetër. Sa bëj unë për të shtrirë, zgjohem herët në mëngjes. Edhe sa bëj për të shtrirë pak në drek, e kam momenti më të mirë për të fjetur, atë se në darkë kam probleme. Fiks aty fillojnë njerëzit dhe i bin telefon. Ndodh kjo. Vi mesazhe gjithmonë. Po. Sa shtrihesh ti, aty nisin punët. Aty vin mesazhe, nuk është kujtuar asnjëri për ty deri në atë moment. Aty kujtohen gjithë. Ose kur të shkruan edhe nëse je diku, për shembull, kur të shkruan një fillojnë të shkruajnë gjithë. Tani u kujtuat gjithmonë. Ke qenë ndonjëherë në shfaqje edhe kur ke hap telefonin ke parë mesazhin më të çuditshëm që të kanë dërguar ndonjëherë? Kam parë, por nuk më kujtohet çka ka qenë. Po ka pasur. Dhe njëri aty nga publiku, apo? Po, ka pasur nga publiku. Ka pasur që më kanë çuar një foto, për shembull, wow, po të shoh. Ua, sa mirë. Faleminderit, vazhdo shive, unë s'dal më. Në raste të tilla u as përblefshim. Ka pasur, është gjithmonë ai momenti që ti merr një mesazh pozitiv ose merr një mesazh nga dikush që t'intereson, e kupton? Po një mesazh të tipit rregulloj çik flokët. Jo, nuk kam patur. Jo. S'ke patur flok? Jo. Flok nuk do kem kohë të fundit, po flok akoma po bien, vazhdojnë bien, po do kem së shpejti. Të kupton e goni, të kupton. Jemi njësoj. Po Viola tash s'lë puntat pa më përmendur mua. Kur ti mbjellim ne, shohë ka çarrelat këtu. Ti ka çurrelo? Onde. Po me onde jam. Okej, me onde mirë. Jo ka çurrel çu i dendur. Njësoj se edhe unë. Besoj që ti pare që ke edhe modeli flokëve të kanë ndihmuar shumë me aktrimin për rolet që ke marr. Po, se kam një kështu lloj stili jo shumë modern. Nuk e kam shumë si çunave të sot, apo to qethjet kështu me shkallëzim, nuk më pëlqen, domethënë pëlqen të kem një stil kështu pak më të vjetër. Për një rol ti qethje fare flokët. Po, do e bëja. Domethënë në teatr nuk e dia do ta bëja dot, se varet se si do më vinte periudha pas, po nëse do ishte një film edhe nëse do ishte i rëndësishëm, po. Se kam problem, unë kam pasur edhe flok me bisht. I kam pasur edhe flok të gjata dhe për filmin i kam prerë, më kupton? Nuk kam përshtypjen nuk bëhet kompromis. Nuk mund të bësh ti kompromis tani ke flokët e gjata, nuk i pres unë se nuk dua. Për një film.
Do thotë që se do mjaftueshëm atë që bën. Sigurisht, patjetër. Është qenia jote përballë asaj që ti bën pasionit tënd. Normal do të zgjedhësh pasionin, se flokët rriten prap, lesh janë ato. Leshi rrit. Madje ju çunat e keni më të thjesht. Ju rriten shumë shpejt flokët, ne gocat më trajtime e gjitha me radhë. Aty rri ai në vend në mbrapa. Për flokët e ke, po. Për flokët. Po. Themi të teatri, jemi në Donald. Jeni të dy shelpësira. Si qesha si villën. Dëgjom. Je aktor në jetën e përditshme? Apo ja? Po aktron këtu me në? Jo, këtu s'pa aktoroj. Jo, nuk jam aktor. Biles nuk di të aktoroj. Jam më ndryshe. Shiko, unë kam përshtypjen që ndryshe jam kur jam në jetë dhe ndryshe jam në të paktën kështu mendoj në skenë. Edhe përpara se të isha pjesë edhe e artit edhe këto kam qenë shumë ndryshe. Domethënë nuk kam qenë kaq le të themi i hapur. Përmenda edhe më parë si gjimnazist kam qenë introvert. Dhe mendoj që shkolla dhe akademia dhe teatri mua më kanë se nuk po them më kanë shpëtuar nga të qenë një njeri introvert edhe jo se tani nuk jam introvert, po i shoh gjërat më pa mendim. Domethënë nuk është se e vras shumë mendjen për gjërat që ndodhin ose hidhem pa menduar shumë gjatë, sidomos në profesionin tim. Lajm ekskluziv ka edhe më keq se ne që na zgjonte babi. Ka nga ata që kanë zgjuar me Bashkim Hoxhën me gazetat. O Bashkim, ku je? Flisni ju lutem. Si thaje, o Bashkim, po këto qente... Për qenë, tha. Ja, tha, po i sterilizon bashkia. O Bashkim, dhe... Po na han, tha, nuk po na... Donald, po për shembull, në formate si Big Brotheri, do merri pjesë në kuptimin e asaj që të pyeta pak më parë sa arrin të aktrosh ti në jetën e përditshme se... Mbase s'ka nevojë as me aktor. Në reality show të kësaj natyre. Jo, nuk do merr pjesë. Nuk është se s'm kanë thënë. Nuk është se më kanë thënë tani hajde se nesër futesh. Kanë qenë këto audicionet se kush jam unë fundit. Dalim tek ajo prapë që unë jam thjesht një aktor në teatr, po edhe kush mjef, po. E kam te kjo, më kanë sugjeruar, domethënë si mendon, edhe nuk kam pranuar. Domethënë nuk është në atë perspektivën time se një aktor teatri si unë çfarë do bëj? Domethënë çfarë do fitoj nga Big Brotheri? Madje ka figura aty që në një lloj forme edhe humbasin, patjetër. Unë, domethënë Big Brotherin e kam parë gjithmonë si një trampolin. Po, për njerëz të cilët ose kanë prekur le të themi fundin ose nuk janë më të pranishëm në jetën publike, edhe duan që të kenë një ngritje ose njerëz që janë askush në fund ditës. E kupton, dhe duan që të promovohen, edhe të bëjnë të ecin drejt asaj rruge dhe nuk ka asgjë të keqe, nuk paragjykoj. Tek ferma do futesh me që është pak format më ndryshe, do kujdesesh për ato kafshët, jeta fshatit, bukur. Nuk e di, jo, nuk mendoj. Si ke qejf kafshët? Jo, i kam qejf kafshët, por nuk prapë është një lloj njerëzit janë aman lerë, ç'ke. Jo, nuk e kam me kafshët, po e kam me njerëzit. Ata njerëzit janë problematik, po jo, për te asaj nuk mendoj që do ishte. Edhe ferma është një reality show, pra ti do aktrosh, është ajo që tham, do aktrosh. Edhe me këtë parim kam ecur, edhe kur më propozuan, i thash çfarë do bëj unë? Do bëj më shumë shfaqje teatri? Njësoj do jem. Do marr emisione, unë s'm del koha të bëj një emision tani, se unë jam teatër. Domethënë, ose ti duhet të flesh mendje dhe ti thuash teatrit mirupafshim, do i futen botës televizionit, botës Instagramit e këtyre gjërave, dhe do harrosh çdo gjë dhe do bësh të kundërtën tënde, po sa jeti i aftë ose sa mund të jem unë i aftë të bëj të kundërtën time, ose do thuash jo, nuk pranoj, e kupton? Edhe për mendimin tim është kam një mendim që nuk e dia e mbështesin, domethënë ajo fjala VIP. Domethënë ti je një njerëz shumë i rëndësishëm për publikun, pra ti ke dhënë shoqërisë shqiptare. Në fund ditës ti do mendosh kush jam unë? Jam unë një njerëz që i kam dhënë publikut shqiptar, shoqërisë shqiptare, me çfarë kam ndihmuar unë, ose dikush tjetër që mund të jetë aty brenda. Çfarë ka ndihmuar ky shoqërinë shqiptare? Çfarë i ka dhënë shoqërisë shqiptare për ta merituar atë fjalën, për ta merituar fjalën VIP? Po,
kjo është një diskutim tjetër pastaj, se nuk ecim dot me kaq pastërti saç jam unë. Ndonjëherë edhe show duhet edhe shumë modeste. Jo, unë mendoj që ka të drejtë. E kam si parim të më fjala VIP. Çfarë je ti që meriton për të pasur fjalën VIP? Çfarë ke ofruar shoqërisë? Dhe mendoj që ata që vazhdojnë të ofrojnë shoqërisë shqiptare nuk kam se futen Big Brother. Sepse duhet vazhdojnë të ofrojnë shoqërisë shqiptare. Po patjetër. Okej, do i ofrojnë atje me debata dhe me gjëra. Po unë nuk jam edhe njëri debatash, ëh. Jam shumë njëri i qetë. Si i zgjidh konfliktet zakonisht apo me grushta. Jo, nuk bëj debate fare. Direkt grushta, nuk më janë skuqur ndonjëherë këto. Me kokë zakonisht, ajo goditja e parë që të lënë vend. Jo, nuk bëj konflikte, po jam shumë person i qetë, nuk kam në një konflikt kështu, që të më dalin damarat, shumë rrallë, ose maksimumi me njerëzit më të afërt që mund të jem një ndryshëm. Gjithmonë ata më të afërt i të hanë. Ata e hanë gjithmonë, po sigurisht. Mund të kemi një frustrohemi në punë edhe kudo tjetër dhe shkojmë janë nxjerrim atyre, kështu që kërkojmë çik falje publik. Na falni që ju torturojmë zakonisht. Po, e bëjmë edhe ne nga halli. Po, s'kemi që bëjmë në të shkretë. Ku do shfryhemi? Cilat janë hobit e tua dhe pasionet e tua, ato që të mbushin atë kohën e lirë që ti se ke, ose kur e ke, ose diçka që ty të mbush shpirtërisht në formën e hobit? Shiko. Donaldi gatu. Gatuaj makarona, po. Bravo. Bëj makarona, po. Një lloj ditë bëj ose 2-3. Do të them, po i bëj, i qelloj. Besoj me gjalp. Jo, më bëj kështu alio ndolio peperoncino. Po super. Po, bëj kështu me gorgonzola, cacio e pepe. Super fare. Që kem mjeshtër. Kuzhinieri i dalluar, po vetëm kaq, nuk shkoj më tutje, vezën e dita bëj. Në disa mënyra. Po, edhe të zier. Skuqur. Të zier. E vot ajo makineta aty edhe. E zier në disa mënyra, po thoj. Po. E fut aty edhe e bën ajo. E gatuar, gatim është ai. Omlet. Po, çfarë thua? E çan këto. Po, patjetër. Kuzhinier kështu me atë kapelen kështu, sidomos për njerëzit e për këto. Bëj kështu darkë. Moj viola si me gatimin ti se? Yll fare. Me gjithmonë e kam. Po, edhe unë. Cila është pjata jote e preferuar? Që e gatuan, po se? Që e gatuaj. Po. Mendoj që gjitha i gatuaj mirë. Unë për shembull besoj që është supën e peshkut e qajër. Po mirë, si ka mundësi që në gjithë këto vite që njihemi ne unë s'kam provuar një pjatë nga dora jote. Po sillja një. Jo, me gjithmonë e kam më burrë. Si shpjegohet? Nuk e di, s'më ke kërkuar. Imam Bayaldin di ta bësh? Çfarë është kjo? Imam Bayaldi. Nuk e di çfarë. Si quhet ky imami? Imam Bayaldi. Se dini as ti se di? Po e di më se. Duhet të jetë një ëmbëlsirë Tiranës. Di ti apo? Është ëmbëlsirë Tiranës. Tani unë emrin e di, po nuk emrin e di. Po Imam Bayaldi thuhet. Okej, është turqisht, po turqenisht. Imam Bayaldi, po ashtu quhet. S'di, nuk e di. Nuk e di as si. Është mia të preferuara. Patullxhana të mbushur. Di ti, po i di. Ose me djathë të shkrirë për shkakun. Po ja hedh sipër të djathtë. Mos na hapni nepsin tani. Rrit. Tani hobi, si jam kurioz vërtet tani. Shikoj, mua më pëlqen sporti. Sigurisht, patjetër. Sigur janë gjithë, më pëlqen të shoh ndeshje futbolli, të luaj, kam pas luajtur basketboll. Në çfarë skuadre je? Jam me Juventusin. Kush është tjetër me Juventusin këtu? Ajde. Bravo, gjithë që kanë. Jo, me kë? Me Inter. Ne duam DJ-n ton më të mirë, DJ Arten, edhe pse është me Interin. S'ka asnjë problem. Po kanë kështu, më falni, se unë jam komplet ignorante nga futbolli, nuk marr vesh, shoh vetëm kombëtaren shqiptare. Juventusi me Interin. Janë armiq më të mëdhenj në Itali. Jo, nuk është me Milanin në Interi, po. Mirë, po themi Juve është me Interin më armik. Se ato janë kushërim pastaj. Se shkrep shejtani. Po merresh me sport se? Po kam qenë një kohë para se të filloja më i ri, kam qenë basketboll me Partizan. Kjo është dukshme nga gjatësia. Po, kam qenë kështu qendër me Partizanin. Po sigurisht edhe hobi tjera janë, kënga është një hobi, po nuk e përdor kështu. E përdor vetëm në funksion të teatrit. Muzikale të ndryshme që One more look and I forget everything. Interesant. Çfarë është? Mamma Mia, e kemi bërë. E kam bërë Mamma Mia. Po pra, e di. Cila nga këto musical që ke bërë të ka shijuar më shumë? Ka shijuar musicali i fundit. E Notre Dame de Paris.
Okej. Po, unë kam bërë Priftin Frolën aty. Ajo është perl. Edhe ka qenë një nga përvojat e mia më të bukura dhe më të vështira. Me thënë eksperiencë shumë e bukur, por edhe shumë e vështirë sepse kemi kënduar në frëngjisht. Po ka qenë një torturë e vërtet të mësoj frëngjisht. Do të thënë e kemi mësuar me shqiptim. Do të thënë në krah të fjalisë frëngjisht ne kemi shkruar zh-tem, për shembull Z-E-T-E-M-E. Do të thënë ka qenë shumë bër transliterim. Shumë e vështirë. Po, shqiptim kështu. Ke flet frëngjishtën e kono? Po. Okay. Ka qenë tortur. Po besoj që ka dalë mirë. Nuk është dhënë në Tiranë, ka qenë në Teatrin e Korçës, se ishte një produksioni Teatrit të Korçës në dhjetor të vitit që lan pas, po ka qenë një nga eksperiencat e mia më të mira. Është e bukur ajo, shumë e bukur, edhe shumë e vështirë për të kënduar. Ishte Notre Dame de Paris, po thua Esmeralda, Quasimodo. Në versionin musical. Po, në versionin e musical, po. Versionin e kënduar. Edhe ka shumë potencë. Të Koçantes, Ricardo Koçantes. Po. Mendoj që është super guxim ta sjellësh në. Ka qenë super guxim edhe dua ta falenderoj edhe Giuliano sepse ai ka qenë regjizori dhe ai mori përsi për ta bënte. Ka qenë ai i pari që u çmend, pastaj shkuam edhe ne pas, edhe me gjithë kolegët e tjerë që kemi qenë aty, me një nga këngëtarët operistik të Teatrit Operës, Artur Verën, që na ka ndihmuar jashtë mase të perfeksionohemi në pjesën e këndimit, sepse shumë këngë të vështira. Unë edhe Mamma Mia që kam bërë, edhe Jesus Christ Superstar kam pas shumë pak këngë. Domethënë Jesus Christ Superstar kisha 1, te Mamma Mia kisha 2, po ishin këngë më të lehta. Domethënë këtu Prifti ka shumë këngë të vështira dhe interpretimi që ti duhet të bësh. Edhe mbaj ndonjë pjesë të vogël që ta këndosh tani. Po mbaj mend atë Belën, këngën e famshme, po. Bel se të toko mire, se bëra shumë mirë, po. Vazhdoj. Prit. Jo, nuk më vjen tani, e kam harruar. We listen and don't judge. Jo, mund ta këndoj kështu si melodi, po fjalët nuk kujtohen sinqerisht, se ka qenë shumë e vështirë. Kam edhe një vesë, më fshihen tekstet e shfaqjeve mbasi i luaj. Sa problem. Shumë problem. Se ka raste që duhet ta kthej, po, edhe është pak e vështirë në mendjen time ta rikthej. Ferma e Kafshëve mos gaboj ka qenë nga ato shfaqje që është rikthyer. Po, Ferma e Kafshëve është bërë në 2021 dhe është dhënë në 2025 përsëri. 4 vite. Rreth 4 vite ka qenë një nga shfaqjet më të bukura që kemi. Kisha harruar tekstin? Disa vende po. Po, disa vende. Nuk është se, domethënë nga 2021 e luajtëm në 2025, sepse patëm edhe një rikthim 2023-shin, duket diçka e tillë, po prap ishte pa mundur ta mbajë mend të tërë. Nëse pse futen edhe tekste të tjera, futen edhe shfaqje të tjera që ti e ke. Është pa mundur që një aktor besoj ti mbaj mend gjitha tekstet, gjitha shfaqjet. Ka njerëz që mbajnë mend, copza, po them, po. Edhe ky Covid-i na ka lënë me pasojë. Covid-i po, patjetër, është temë kështu universale tjetër ajo, po. Nuk po themi që na kanë hedhur ndonjë gjë nga ajri. Jo, ose ato vaksinat kanë diçka, jo. Ja, vash, kujdes. Po që po që periudhë e vështirë. Po është e vështirë edhe për t'i mbajtur mend tekstet, se është gjithmonë kjo pyetje që të bëjnë që, ore si ka mundësi që memorizon atë tekstin aq mirë. Po nëse ti lexon çdo ditë një tekst, është e pamundur mos ta mbash mend. E çam kujtove o Donald. Puna ime e parë ka qenë në dyqan parfumesh në qytetin tim të lindjes, Fierin. Qyteti ëndrave të mia, Fieri. Edhe aty bëja promocionin. Kisha një skript që duhet ta thoja çdo kalimtari me qëllimin për të shitur. 2 ditët e para ai shpesh e përmendja atë, sa që më kanë dëgjuar në gjumë duke thënë të njëjtat fjalë. Përshëndetje, jemi Mos e thua jemi. Mendoj njëta gjë mund të ndodhet edhe me ju që keni. Po, nëse ti e lexon çdo ditë. Qesh, ha.